Vijon aksioni kundër abuzimeve në sektorin e karburanteve. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Arben Ahmetaj ka zbritur në terren ku ka ndjekur nga afër punën e grupeve të kontrollit. Sipas ministrit, probleme me karburantet janë konstatuar në të gjithë Shqipërinë dhe në bazë të shkeljeve janë marrë edhe masat përkatëse. Kontrolli të gjitha pikave të tregtimit të karburanteve me pakicë pritet të përfundojë brenda 3 muajve. Me këto ritme, në krye të 2 muaj e gjys, maksimumi 3 muaj, do t'jetë kontrolluar në detaje për të gjithë komponentët i gjithë numri i pikave të shitjes me pakicë në të gjithë Republikën. Dhe nuk po i referohem vetëm rrugëve nacionale, po i referohem çdo cepi të Republikës së Shqipërisë. Gjithashtu theksoj që ka një reagim të thjeshtë edhe të shpejtë edhe nga kompanitë. Sipas Ahmetaj, edhe pse ky aksion do të rrisë të ardhurat në buxhet, përsëri duhet që të vijojë lufta ndaj informalitetit. Fut në zinxhir, injekton në zinxhir më shumë xhiro ekonomike, fut në buxhet më shumë të ardhura dhe garanton qytetarët që marrin atë që paguajnë. Kjo është shumë e rëndësishme. Betejë me informalitetin nuk është një ditëshe, as një muajshe, as një vitëshe. Është një proces i vazhdueshëm. Sinjalet janë pozitive. I gjithë aksioni nisur në tregun e karburanteve parashikohet që të përfundojë brenda 6 muajve dhe kontrollet synojnë të vënë në rregull për sa i përket cilësisë, sasisë dhe standardeve ligjore fiskale të kompanive. Aktualisht nga ky aksion kanë përfunduar në pranga 6 administratorë dhe 40 subjekte janë çuar për procedim penal.